Mirë se erdhët. Sot do të zbulojmë sekretin e njerëz prej sfidave më themelore të marrëdhënieve njerëzore. Si ti bësh njerëzit të pëlqejnë vërtet. Do të mbështetemi tek një parim i thjeshtë por jashtëzakonisht i fuqishëm, i nxjerrë nga puna e Dale Carnegie. Le t'ja nisim. Le të fillojmë me një pyetje të thjeshtë. Kur mendojmë për dikë që fiton lehtësisht miq, ndoshta na vjen në mendje lider karizmatik, figura publike apo jo. Por përgjigja, sipas burimit ton, është shumë më e thjeshtë dhe ndoshta pak e papritur. Po, një qen. Pse? Sepse një qen nuk kërkon asgjë në këmbim. Kur arrim në shtëpi, ai hidhet përpjet nga gëzimi, lëviz bishtin dhe na jep dashuri pa kushte. Nuk ka motive të fshehura, nuk do të na shes diçka dhe nuk ka agjendë tjetër, veç se të tregoj sa i lumtur është që na sheh. Kjo ide ilustrohet në mënyrë perfekte nga historia e fëmijërisë së Carnegie me qenin e tij, Tipi. Çdo pasdite, Tipi e priste me padurim dhe sapo e shihte, vraponte drejt tij me kërcime gëzimi dhe lehje ekstaze. Ishte thjesht një shfaqje e pastër dhe e sinqertë dashurie. Dhe ja ku qëndron thelbi, ndryshe nga kafshët e tjera që duhet të punojnë për të jetuar, një pul bën vezë, një lope jep qumësht, një qen e fiton vendin e tij në botë thjesht duke ofruar dashuri. Tipi nuk kishte lexuar kurrë një libër psikologjie, por e kuptonte instinktivisht një të vërtet shumë të thellë njerëzore. Pra, ja ku është pika vendimtare, dhe ja vlen ta dëgjojmë me vëmendje. Mund të bësh më shumë miq në 2 muaj duke u interesuar sinqerisht për të tjerët, sesa në 2 vjet duke u përpjekur t'i bësh ata të interesohen për ty. Ky është sekreti që Tipi e dinte, dhe është themeli gjithë shkaje që do të diskutojmë sot. Tani, kjo ide bie pak ndesh me prirjen tonë natyrore apo jo. Ne jemi të programuar të mendojmë për veten tonë, mëngjes, drek e darkë. Jemi të interesuar për veten tonë, jo domosdoshmërisht për të tjerët, dhe ka të dhëna që mbështesin këtë. Ja diçka interesante. Një studim i New York Telephone Company zbuloi se në 500 biseda telefonike, fjala më e përdorur ishte për emri vetor unë. U përdor plot 3900 herë. Unë. Kjo tregon qartë se ku është përqendrimi ynë. Kjo pyetje e thjesht e tregon më së miri. Nëse jemi të sinqertë me veten, përgjigja është pothuajse gjithmonë veten tonë. Kjo prirje për të fokusuar te vetja është universale, por përpjekja për të bërë përshtypje të tjerëve rrallëherë krijon miqësi të vërteta. Psikologu i famshëm Alfred Adler e përforcon këtë ide. Ai argumenton se të gjitha dështimet njerëzore burojnë nga ky lloj individi. Të mos interesohesh për të tjerët nuk është thjesht një strategji e keqe sociale, është rrënja e shumë problemeve në jetë. Mirë, teoria tingëllon e qartë, por a funksionon vërtet në praktik? Le të shohim disa shembuj real që tregojnë fuqinë e pabesueshme të këtij parimi në veprim. Shikoni Theodore Roosevelt. Populariteti i tij i jashtëzakonshëm nuk vinte vetëm nga politika. Ai tregonte një interes të sinqert për njerëzit përreth tij, duke i përshëndetur të gjithë shërbëtorët me emër dhe duke u interesuar për jetën e tyre. Këto gjeste të vogla i fituan atij një besnikëri të pamase. Një shërbëtor madje tha se vizita e tij ishte dita e vetme e lumtur që kishin pasur në gati 2 vjet. Tani, le të marrim magjistarin e famshëm Howard Thurston. Suksesi i tij nuk ishte vetëm nga aftësia e tij teknike. Sekreti i tij vërtet ishte një interes i thellë dhe i sinqert për njerëzit që vinin ta shihnin. Ndryshe nga magjistarët e tjerë që mund ta shihnin audiencën si naiv, Thurston e shihte si një privilegj. Para çdo shfaqjeje, ai përsëriste me vete: unë e dua audiencën time. Dhe ky parim zbatohet në mënyrë të përsosur edhe në situata të përditshme. Edward Sykes, një shitës, humbi një klient të rëndësishëm, por kur u kthye, pronari i dha një porosi 2 herë më të madhe. Arsyeja: punonjësi i banakut i kishte thënë pronarit se Sykes ishte një nga të paktën shitës që gjithmonë dalej për t'i përshëndetur ata. Ai tregoi interes për të gjithë, jo vetëm për shefin. Por, këtu vjen pika më e rëndësishme nga të gjitha. Kjo nuk është një teknik apo një truk. Interesi duhet të jetë absolutisht i vërtet. Njerëzit e dallojnë menjëherë mungesën e sinqeritetit. Pra, si mund të tregohet një interes i sinqert?
Burimi sugjeron disa hapa praktik. Së pari, bëni një përpjekje të vërtet, diçka që kërkon kohë dhe energji, si Duka i Windsorit që mësoi spanjisht para një turneu në Amerikën e Jugut. Së dyti, mbani mend detaje të rëndësishme për ta, si ditëlindjet. Ti je i vetmi person që e kujton mund të lërë një përshtypje të paharrueshme, dhe së fundi përshëndetini njerëzit me gjallëri dhe entuziazëm. Energjia pozitive është thjesht ngjitse. Dhe kjo është thelbësore, nuk bëhet fjalë për manipulim. Kur tregojmë interes të sinqert, nuk përfitojmë vetëm ne, duke krijuar një mik apo klient. Personi tjetër përfiton duke u ndjerë i vlerësuar dhe i rëndësishëm. Është një shkëmbim i vërtet dhe reciprok vlere. Kur zbatohet me sinqeritet, ky parim mund të ketë një ndikim të thellë dhe transformues, jo vetëm në marrëdhëniet tona, por edhe në jetën e të tjerëve. Le të shohim një histori të fundit dhe shumë të fuqishme që e ilustron këtë. Imagjinoni pak skenën. Martin Ginsburg, një djalë 10 vjeçar, ishte në një spital publik në ditën e falënderimeve. Ai do të operohej të nesërmen dhe e priste një periudhë e gjatë dhimbjeje dhe izolimi. Babai i tij kishte vdekur dhe nëna e tij nuk mund ta vizitonte atë ditë. Ai ishte i vetmuar, i dëshpëruar dhe i friksuar. Ndërsa qante në një stok, një infirmiere e re dëgjoi zërin e tij. Ajo ju afrua dhe i tha se edhe ajo ndjeje vetmuar, pasi duhej të punonte atë ditë larg familjes së saj. Dhe kështu ajo bëri një gjest shumë të thjeshtë. E pyeti nëse donte të tarkonte me të. Ajo solli 2 pjata me ushqim dhe qëndroi me të për orë të tjera pas përfundimit të turnit të saj deri në orën 11 të natës. Ajo luajti lojra me të dhe e qetësoi. Veprimi i saj sinqert e shndroi atë që mund të ishte një nga ditët më të këqija të jetës tij në diçka të durueshme dhe në një kujtim të ngrohtësisë njerëzore. Dhe dini çfarë? Kjo ide nuk është as pak e re. Siç tha poeti romak Publilius Syrus, më shumë se 2000 vjet më parë, ne interesohemi për të tjerët kur ata interesohen për ne. Është një e vërtet e përjetshme e natyrës njerëzore. Të tregosh interes të sinqert është çelësi për të hapur dyert e marrëdhënieve njerëzore. Dhe kështu e mbyllim me këtë mendim. Nëse vetëm ky parim, pra zhvendosja e fokusit nga vetja tek të tjerët, mund të ketë një ndikim kaq të thellë, imagjinoni çfarë mund të arrihet kur ai kombinohet me parime të tjera të komunikimit efektiv. Kjo na lë me një pyetje të fuqishme për të gjithë ne.